Malësia e Tiranës ka një relief me thyerje interesante. E ndodhur në kufi me rrethin e Matit dhe Elbasanit, e merr prej tyre dhe madhështinë e maleve që i ndajnë. Në pak minuta udhëtim, të krijohet ideja se gjendesh mes Alpeve, mes Skodrave dhe Livadheve. Nga pjesa urbane e kryeqytetit, ku ndërtimet e viteve të fundit kanë ngushtuar në maksimum hapësirat, fshatrat e Tiranës po tërheqin gjithnjë e më shumë kryeqytetasit, si e vetmja mundësi më e afërt për të marrë frymëlirisht. Fshatrat e malësisë të Tiranës kanë ndryshuar. Dikur ekzistonin vetëm disa shtëpi me oborre të vogla ku kultivoheshin perimet për konsum familjar dhe mbaheshin edhe disa kokë bakti, ndërsa sot kemi komplekse me një cikël të mbyllur agrobiznesi. Komplekse me një investim gjigant nga individ, kryesisht biznesmen, të cilët nga pasioni i tyre për fshatin kanë ofruar resorte të tilla ku mund të kalohet një weekend krejtëndryshe në një ajër të pastër me një ushqim tradicional dhe krejtësisht bio. Një prej resorteve më të mëdhenj e gjejmë ndërsa ndjekim rrugën mbi qendrën tregtare Westgate. Tabelat të orientojnë drejt fshatit Daias, pak i dëgjuar për pjesën më të madhe të shqiptarëve. Daias është një nga 17 fshatra që i përket komunës së Petrelës. Ndodhet mes Gurrës së Madhe dhe të Vogël. Nga ky fshat mund të shihet dhe Gryka e Martaneshit. Unë se kështë në gjuhë era parë që kur kam kalu i herë me një nga këto çona dyshesin qiste një pronë, tu është Daias, edhe gjela kështu Daias. Si ku mboni një gjitje kështu natyrale. Që vendose ta blesh tokën. Pastaj kështu krijon ide të mëdha, edhe në fshatit Daias. Kështu të gjithë, hajdeni të fshatit Daias. Po mund të ketë simbol, fshatit Daias. Kliti Nano është i njohur si një nga biznesmenët më të suksesshëm në importin e mallrave që nga viti 1992. Por në vitin 2010, vendosi të kthej syt në një tjetër lloj investimi, që çuditi familjen e tij, po më shumë banorët e pak të këtij fshati, që kërkonin të iknin drejt Tiranës për mundësi më të mirë jetese. Kur kalosh ne shifsha që ishte një lloj kështu buzëqeshje si jo të këndshme domethënë nga këto. Më vonë ma shpjegon. Kur të pam tha që bleve atë, tham pas kalut mençky. Me thënë drejtën. Mirë, po unë i kam mendu sepse kur niset një ide, do të thotë duhet, çfarë duhet? Ujë, toka, pylli. E gjithë kjo sipërfaqe që ju shikoni dikur nuk ka qenë kështu. 1/3 ishte kënet. Pjesa tjetër e pyllëzuar dhe shumë pak tokë bythore shfrytëzohej për prodhime. Sa ka qenë sasia e vellë që ti ke hedhur? Vetëm një shifër më që kam pagu një 180 milion lek vjetra për transport me zinxhir, po. Duke marrë vetëm traktorët me zinxhir që kam punu këtu brenda. Ndërsa sot janë 4 hektar sipërfaqe të cilat shfrytëzohen maksimalisht për prodhime bio. Fillimisht niveloi dhe thau pjesën moçalore, duke sjell dhe cilësor përbimët. Ky është dhe i ardhur gjithë këtu që bëhet. Tu s'bëhesh me këtë gjel atje për shkakun se nuk bëhesh ulliri. Se mund të shoh gjurmët të madhe, pH-in e tokës, s'bëhesh, është rinovu, ka ardhur dhe shtufi domethënë bëhet fjalë për atë gërmimin e kodrës. Më pas
ndërtoi murin dhe thues prej guri. Ndërtimin e keni bërë me gur. Po, sigurisht. A mund ta ditë sa gur janë sjell këtu? Jo, nuk është puna e inventarit gurve, se sa e punime dhe ideve për t'i çuar deri në fund këto, domethënë. Këtu është zonë që është po themi breg lumi apo burimore lumi, ku tipike është rëra dhe guri. Shumë e bukur. Dhe ti ke ndërtuar këtë. Nëpërmjet për të qëndruar gjithmonë karakter, kemi zgjedhur gurin dhe punimin me gurin. Kemi mjeshtrat të Elbasanit që kanë 3 vjet e gjysmë që punojnë me ne. Po është goxha punë. Po dëgjosh tingëllime, vazhdon që kiçi punon. Por pjesa më e rëndësishme ishin kontaktet me banorët e fshatit. Sa pula ke therë sot? Vetëm pula apo keni therë edhe me? Dhe keqi, që me theri keq. Aha. Keni porosis për sa? Porosit, si të nga dhonë guzinë. E merrni porosin në mëngjes, ha? Deri njësë. Do të thënë ju i therni çdo ditë apo Çdo ditë ka 10-15. që therni? Kurse keqa 2-3 ka bëva kinë ditë. Po në fund javë sa therni? Shkojnë 15-16 fund javë për shtunë në djelë therë 5-6. Keca. Në Breza, familjet e Malësisë së Tiranës kanë trashëguar kujdesin për baktin dhe njohurit në fushën e bujqësisë. Pa praninë e tyre, një resort bio nuk do të merrte kuptimin e duhur. Punësuar banorët e zonës. Po, Punësuar dhe po, zonës. po. Shikoj, sa e vështirë është që këta banorë të fshatrave të Tiranës, që dikur janë mësuar të merren vetëm me produktet e tyre brenda shtëpisë, ti vësh në punë. Pyetje shumë e vështirë. Po përgjigje Se do t'jetë rezervuar. në atë të vërtetën. Sigur këtë pyetje t'ja kishit bëu vetë. Po që, katunat jone jenë të kifti. Për raki, të thashë, rrot në prasit, luk gjisë, ne jebi mësaj. Po për punë. Për punë. Jenë gjysë për gjysë, demela. 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 Do me dhe në lodhja më e madhe këti nuk që kanë me hëtë lekët, po mu marrë me njërës. Nuk marrë me rëpë, po marrë me ne, me mësu. Në ditë të parë që ka ardhë ky, o i lidhë po me ne, po me katunarë do shpidhë ky. Në gjithë dhe veprimi që i po me ne, me këtë komunikimin që i po. Se ty të shrit dhe qmimi shpisë. Po, çmimi i I shtëpisë. tokës. Çmimin e si njerëzit, në vetë, më morën një flekë. Jo rritësimi dhe Po, jo s'ka dhe. Po gjithë më me njeriu të rritët. Edhe se kanë qenë të varfër si zona, domethënë flasim para 90-s. Prapa ato traditën për me marrë me oborrin e vogël dhe e njohin shumë mirë, domethënë janë specializuar në fusha ndryshme, për shembull, njohin shumë mirë frutikulturën, njohin llojin, bujqësinë e njohin, domethënë janë specialistë në bujqësi. Në Shqipëri, ndërtuesit ngren banesën dhe më pas ndodh që të rregullojnë ambientin përreth. Ndërsa këtu ka ndodhur krejt e kundërta. Për 3 vite rresht, është punuar vetëm për mbjelljen e fidanëve, mbashtimin e baktive dhe të shpendëve. Më pas, është ndërtuar pjesa e restorantit. Këtu janë bjell rreth 500 dru ulliri, mbi 500 dru të ndryshëm frutor, rreth 30 lloje perimesh, 1 hektar me vreshta, por jo vetëm kaq, janë të gjitha llojet e shpendëve dhe të baktive të imta. Çdo ulli në këtë zonë është mbjell nga një mik i shtëpisë. Domethënë këtë zonë këtu kanë bën domethënë simbolikisht njerëz miqësitë e vjetra të familjes. Burrat më të vjetra, si më thonë, një fisi. Po kështu është edhe tek pjesa e shkallëve, kanë bën emrin e diku edhe të pjesëtarëve të familjes. Kjo është vazhdimësia. Do jetë për klientët kjo? E kam menduar atë, kam krijuar në ato idetë e larta një baçe ku do mbjellet një pemë simbolike që jeton shumë gjatë, më shumë se një jetë e një njeriu. Dhe ky është ulliri për mua. Më shumë se biznesi kena më shumë. Shive shkruaj, shpjeda. Shpjedajes.
Keni bërë investime edhe në biznese të tjera, mendoni që ky ka qenë investimi më i bukur? Çdo investim ose çdo ide në investim nuk është e keqe, është gjithmonë proces përpara. Të luash me natyrën, ta ruash atë. Ta ruash atë në karakterin e vet pa e dëmtuar, domethënë, dhe bile ta ndihmosh atë që të krijosh kondicionet e sakta për të zhvilluar, them që s'ka gjë më bukur. Zakonisht kur investohet edhe të dhimbësit një çik leku, po nuk e di pse kanë përshtypjen që këtu s'po dhimbset leku fare. Ja, e vërteta është kjo. Domethënë, një lek që i nxjerr me djes, të dhimbet shumë, të ndajën. Po për të bërë gjëra si kjo nuk do ndihmet kurrë. Të marrësh prodhim me trajtim natyral të bimës nuk është e lehtë. Një agronom ndjek gjithë punën e bërë nga banorët e fshatit në kultivimin e perimeve dhe të pemëve. Tu përdoret 99% vetëm ple organik, për perimet, nuk diskutohet. Mund të përdoret në çik ple kimik vetëm për pemët, në fazat e rritjes tani. Edhe fara është vendi bio, edhe është mbjell pas i lloj pesticidi, pas i lloj pleu kimik, edhe fëmijët kanë qejf të shohin. Jo vetëm to baktit nuk diskutohet, e shpendet, e patat, e rosat, e pallojt që i kanë qejf, po duan të shohin edhe këto perimet. Fëmijët që janë klasë pare, klasë 2, thonë du t'i shohin, kush është lakra ta shohin? Se ne e kemi pa vetëm pjatë. Spina i dorë 2, ka dorë 3 të shky tjetëri që është i gorë. Pranë fshatit Daias, ekzistojnë masive me drurin e mares. Ndaj në këtë resort, prodhohet dhe mjalti mares, nga më të veçantët dhe me vlera të ralla kurative. Kjo është një diçka antike, për të ruajtur atë mbletën primitive që kishim. Duke bërë baza poshtë edhe duke u zhvilluar mbletët, lart do të rritin vetë pa i vendosur as hoje, do të arritin dyllin vetë, dhe ai mjalti që to prodhohet, to pritet dhe to tjetë për lokal. Njëkohësisht edhe në mbletët moderne që quhen, ky veprim të veprohet. Nuk të dhinë korniza me dyll artificial, po të dhinë korniza boshe, vetëm teli, dhe njëkohësisht ato të arritin vetë dyllin dhe mjalti tjetë më bio. Kurative është kryesisht për ata që vuajnë nga mëlçia. Nga mëlçia. E kanë mbushur me mjalt ato? Po, me mjalt e kanë mbushur, është gjendje kjo. Tani këtu ka filluar pjelljen. Së të pickojnë fare dy ato? Të njohin? Këtu ka filluar pjelljen. Si ka mundësi që së të pickojnë? Tër jetën me mblet jam marrë. E qartë, të njohin. Pedagog kam qenë në institut. Me mbletën jam marrë, ja pjellja. Këtu është pjellja. Mjalti mares, në atë kohë, këtu neve nuk shkonte shumë. Dhe italiani neve na i merte me 220 lek, kur ishte 180 lek mjalti tjetër. Do me thënë na i merte gjithmonë më tepër. Ata e dinin vlerën, ndërkohë që banorët e zonës i ka dinin vlerat kurative. Si e dinin vlerat edhe... Se kur flitet për mjalt, flitet gjithmonë që mjalti duhet i ëmbël. Ndërsa këtu kemi një mjalt pak të idhët. Ky është i idhur. Tani për ata që janë të smur me mëlçi, duhet të hanë çdo mëngjes nga një lugë nga ky mjalt? Një lugë të bëj një kurr plot. Për shembull, ata që vuajnë nga prostata ne u bëjmë kurrën me polenin, me atë që sjell këmbët mbleta. Po, ajo bëhet një kurr, një lugë gjelle, hidhet në një gotë ujë, përzihet edhe pjesë çdo mëngjes. Ndërsa për mëlçin, e njëjta gjë. Për mëlçin hahet mjalt. Mjalt, shjeto. Ndërsa ata që vuajnë nga mushkrit duhet mjalt tërfilor ose i shqopët, po tërfilorje. E keni dhe këto ju në këtë resortin tuaj? Këtu nuk ka shumë, po këto ishte këto mi shpjem në Ersek, edhe mjalti merret qandeja. Ndonjëri shikon të punë? Me shumë kënaqësi, nuk ka gjë nga këto mëmat apo baballarë dy që unë si kam prunë me dorën time. Je. Po, gjithë. Ke punë raca underë, raca pulkuqe, ka sy s'kom lesh.
hinc me grada, ç'të them, lloj, ke edhe ballit e Elbasanit që janë autoktonë. Ballit e Elbasanit kush janë? Ja ku është ai me rrethin e kuq aty që shef aty. Te gusha, Po. Edhe ky bardi është Roç quhet. Roç. Ai bardi fare? Po, ky bardi që është aty. Po këta të zinjt? Ta zini janë hinc me grada quhet ky që ke aty. Me grada janë ato ke krahat. E kush është raca më e bukur? S'ndajnë ato, njëri me bukur se tjetri. Klitinano pasionin për fshatin e ka të trashëguar. Me origjinë nga Drenova, por i lindur dhe i rritur në Pazarin e Ri në Tiranë, në familjen e tij gjithmonë janë mbajtur kafsh. Çfarë s'ke maj pula, lepra, pulluma, zoj, shkanerina. Në kohën e komunizmit. Komunizmi. Se nuk i linin. Ndihmojnë ekonominë familjare. Ndihmojnë ekonominë familjare. Mes Pazarit të Ri ti ke Mes mbajtur. Pazarit dhe çuni doktorit. Sa kur shkojnë pas erdhi ky. Thoshin për mua, jo, thoshin për mua. Si të erdhi ky i shpendve. S'kisha tur, domethënë, ne kështu. Në Linci se kisha shumë lebra, 200 cop lebra, ato lindin nga 7 deri në 12 deri 14, kur i shiça çdo kështu 50 lekë, 100 lekë veta kështu shiçin. E ke pas shpirtin e tregtisë që në atë kohë? Po, biznesi i vogël kështu për të ndihmuar atë familjen. Sa e kisha llorin e shtëpisë aty në Pazar të Ri? Jo më shumë se një 50 metra katror. Megjithatë, dhinë të cilën e konsideron kafshën e parë që ka bashkëtuar me njeriu, ka zgjedhur ta ketë simbol të resortit. Dhja është simboli. Dhja është simboli. Se sa e bukur është. Ky është direkt, ky është bjerë Franca ky. Djalë Franca. Po, djalë Franca. Bukra. Hajde, ku e kam gocën? Çfarë do të gjithë kam, s'ka vetëm. Kur e ke punën në 20 orë? Harroj, 20 orë në ditë më kem punësh. 20 orë në ditë? Po. E përballon? Përballoj. Akoma përballoj. Me kafe? Çfarë të mban këtu? Jo, unë nuk e kam shumë, ne gotë verë kështu, po jo, kur kam punë, më shko me ne, harroj me hanë, vetëm ujë, po. Ditë pushosh? Mos, harroj. S'ka kjo unë jo. S'ka ndodhi ditë pushim. Smuresh. Dita më e keq kur kam temperaturë, sa atë nuk e durej dot shumë, aty domethënë shpejt më hiqin temperaturën, po, më hiqin temperaturën se ashtu e digi. Edhe pse në pak kohë resorti ka marrë formën e duhur, Klitinano nuk është ende i kënaqur. Ideja e tij është që këtu të krijohet edhe një zoopark. Është në idenë e zooparkut. Këmë punu me gur, domethënë është pjesë e pyllët e sistemume që në bazë të karakterin e vetë kemi lënë gur, tjegull, dru natyral. E mendoje Kliti para disa vitesh që do ta ktheje këtë zonë kështu siç është sot deri më sot, ëh, se ndoshta këtë zonë nuk e mendonja, po këtë ëndër e kam pas në kokë dhe kjo nuk është e fundit. Këtë do bëj nuse kur e thot Tirana. Ta bësh nuse. Nuse. Cila është ideja e largët? Si do e shohim këtë nuse në fund? Nuk e the. Jo, nuse këtu. Nuse do e domethënë një prallë me huazimet natyrale dhe me huazimet më bashkë kontemporane që mund të ketë, domethënë. 2 rezervuar natyral krojnë mundësi që për klientët të ofrojnë dhe lloje të ndryshme peshqish. I gjithë ky kopësht është në funksion të klientëve jo vetëm për t'u argëtuar, por edhe për të ofruar një ushqim të freskët sipas traditës tiranëse. Ndezja o xhakëve, të cilët janë të shumtë në ambientet e restorantit, është ritual i përditshëm, madje edhe kur nuk ka klient. Janë në momente që njeriu gjen qetësinë. Meditimi me zjarrin është virtyt pagan. E kam vesin në gjithë zjarret e gjithë katëve. Për zotin po së Po ka s'ka njerëz, a është që i afron njerëzit. Vetëm kjo xhak ngroj gjithë ambient? Po, nëpërmjet o xhakut dhe ngrojmë gjithë ambient. Kemi kaluar me tuba bakri poshtë. Me sistem uji.
sisteme ujtë nxehtë, e përdorim dhe për verë, duke kemi një muftë, një kalim këtu, për me ujë të ftohtë, se ujën e marrim nga pusi, pusit janë të ftohtë. Më pas, nis aksioni në pjesën e kuzhinës. Vajzat përgatisin lakrorin, ndërsa djemt merren me gatimin e mishit. Mishi, kecit dhe qingjit piqet në hell. Pula dhe gjelli i detit përgatitet me përshesh. Buka gatuhet çdo ditë të freskët. Djathi i vis përgatitet këtu. Ndërsa servirja është një spektakël më vete. Çdoherë sallatrat apo antipastat serviren në mënyra të ndryshme. Atëherë, kjo është antipasta e fshatit që kemi quajtur të tillë sepse ka në përbërje të vet të gjitha produkte bio, domethënë të përpunuara në mënyra të ndryshme. Shumë interesant. Dhe gjethe e ullirit që simbolizon dhe ullin, domethënë që kemi këtu. Ju e keni parë diku këtë apo është kompletisht? Jo, ne kjo është thjesht sajez, domethënë në momentit, krijimi i moment, gjithsesi domethënë bëhet moment. Gjërat domethënë javës tjetër, nëse vini ose ndonjëherë tjetër nuk do i gjeni kështu, do jetë diçka ndryshuar. Ushqimi tradicional ndërthuret me një servirje moderne dhe elegante. Arrini dot të prodhoni bio Atëherë. në sasi për të përballuar nevojat e resortit? Prodhimi ka një limit. Çdo stin ka prodhimet e veta. Çdo kohë ka prodhimet e veta. Këtu, të gjithë këto prodhime që janë, domethënë nuk po kaloj me sasi që të them kaq në anë tjetër, se ato statistika janë mbahen nga grupi. Këtu, domethënë bujësia ndiqet nga një agronom dhe blegtoria ndiqet nga një zooteknik profesionist. Pastaj dëshirat e mia, ato pasionet e mia, ato dituritë e mia ndërthuaren gjitha u ndërhyet, në të drejtën ndërhyet edhe në profesion. Pra ju e keni zgjitur më mirë kështu për që një Kjo sigurt që është ushqimi do jetë bio. Bio, po. Që keni ngritur dhe një mini fermë. Sigurisht, sigurisht. Ambienti i brendshëm i restorantit ofron edhe një dekoracion të veçantë. Po, dekori është simboli bereqetit, sepse kjo është kashte e grurit. Është Është kashte e grurit direkt edhe gjeli që është domethënë i zotit shtëpisë si simbole është, pra shoqëron dhe gjeli aty sa në gjë emri. Gjelat e tu këndojnë jo vetëm gjë, këndojnë gjithë ditën. Po, këndojnë dhe natën sa në ushqim ato. Atë unë jam koleksionist, jo janë original. Ku i keni marrë? I kam mbledh mas viteve 90, domethënë nëpër shtëpia të Tiranës, se shtëpia të vjetra, domethënë kështu Shijaku, Durrësi i kam mbledh edhe me shumë me kujdes i kam restauruar dhe i ruaj domethënë det. Mbledhur. Kam mbledh shumë të ndetën, po edhe gjatë kohës kam pas edhe firo. Që janë thyer. Janë thyer, këtu frynere shumë të ndetën, 3-4 janë thyer këtu. Por pika më kulmore e këtij resorti janë ambientet private. Pas qëndrimit disa çaste në ajër të pastër, konsumimit të një dreke me produkte bio, e gjithë wikendi përfundon këtu, në këtë hotel, ku dhomat janë të mobiluara me shumë sqim dhe që mund të kalohen disa orë mjaft të qeta. Në këto ambiente, detaj interesant është pianoja, dhe jo rastësisht.
Përpara viteve 90, Klitinano ishte nxënësi Agim Krajkës dhe vitet e rinis ia kushtoi muzikës. Më pas, nga nevoja u detyrua të merret me tregti. Ndërsa tani, pas më shumë se 20 vitesh punë, fal të ardhurave që ka krijuar, po arrit të realizojë ëndrat e tij të prera në mes. Gjithçka është bërë me shumë dashuri. Çdo detaj është bërë me shumë dashuri, me shumë përkujdesje, me shumë mendim. Nuk ka dalë asgjë kot. Trashëgiminë e brezave, ato shumë gjëra që na humbën në vite ose na i rrëmbyen në vite, ne do t'i bijmë prapë nëpërmjet punës, eksperiencave tona. Ky resort bio për këtë biznesmen është investimi të ardhmes, oazi i qetësisë së tij shpirtërore dhe dhurata më e bukur për fëmijët e tij. Nga ana tjetër, është dhe një mundësi për kryeqytetasit që për pak minuta të shijojnë fshatin, luksin dhe ushqimin natyral. Ndërsa për banorët e këtij fshati, të harruar me dekada, një mundësi punësimi dhe rikthim të traditave të tyre.